Finalizohet operacioni policor i koduar Ombra për kapjen e një shtetasi të shpallur në kërkim ndërkombëtar për llogari të Italisë. I dënuar nga autoritetet italiane me 10 vite burgim për veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve, lokalizohet dhe vihet në pranga 38 vjeçari i shpallur në kërkim ndërkombëtar me qëllim ekstradimi drejt Italisë. Seksioni për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me seksionin operacional në drejtorinë vendore të policisë Vlorë në vijim të punës për lokalizimin dhe kapjen e shtetase të shpallur në kërkim ndërkombëtar, bazuar në informacionet e siguruara si dhe në bashkëpunim me zyrat homologe të Interpolit, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Ombra. Si rezultat, në lagjen kushtrimi u bë kapja dhe arrestimi provizor me qëllim ekstradimit drejt Italisë i shtetasit Adiol Kushtaj, 38 vjeç, banues në Vlorë. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e apelit Firenze Itali me vendimin e datës 23/11/2023 e ka dënuar me 10 vite burgim për vepra penale: kultivimi i bimëve narkotike, prodhim, mbajtje dhe shitje lëndëve narkotike, trafikimi i narkotikëve dhe krimi kryer në bashkëpunim, sipas legjislacionit penal italian dhe ligjit për narkotikët. Interpol Tirana dhe Interpol Roma vijojnë bashkëpunimin për procedurat e mëtejshme të ekstradimit.